Shenja e krepit. Po e regjistroj këtë video të shkurtër që ta bashkangjis në fillim të videos së plot. Sepse për ata që e pan videon e parë që më pas unë e fshiva, kërkoj ndjesë për fjalët që thash në fund të videos. Përveç se isha shumë e lodhur, edhe më ndërpren gjatë regjistrimit. Më pas, kur e përfundova videon, ngatrova me një video tjetër që po regjistroja dhe e lash atë pjesë pa e korrigjuar. Nejse, kush punon edhe gabon, dhe jam e bindur që ata nga ju që punojnë më kuptojnë shumë mirë mua. Përshëndetje shenja e krepit, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi të dashuruarit, kalorësi i shpatave, hierofanti, 7 shpatat. Muaji gusht për ju mund të nisë duke ju vendosur përballë një dileme që nuk mund të shtyhet më. Karta me të dashuruarit tregon se një vendim i rëndësishëm mund të ndikoj jo vetëm në marrëdhëniet tuaja, por edhe në mënyrën se si ju e shihni rrugën tuaj. Duket se një zgjedhje që deri tani mund të ketë mbetur pezull, mund të kërkoj një vendim të shpejtë ose një qëndrim më të qartë nga ana juaj. Dhe kjo zgjedhje kërkon të dëgjoni si zemrën, ashtu edhe arsyen, sepse vendimi që do të merrni mund të ndikojë në vazhdimsinë e muajit. Më pas, shfaqet kalorësi i shpatave, i cili sjell zhvillime të shpejta, biseda të drejtë për drejta, ose një shtysë për të vepruar pa humbur më kohë. Karta sugjeron se një situatë mund të kërkojë qartësi, por edhe guxim për të thënë ose për të bërë atë që mendoni se është e drejtë për ju. Rreth javës së tretë të muajit gusht, vrulli që duket se nisi me këtë kalorësin e shpatave, fillon të zvendësohet nga reflektimi. Sepse hierofanti tregon se mund të kërkoni një zgjidhje më të pjekur, t'i riktheheni parimeve tuaja, të merrni një këshill të vlefshme ose të zyrtarizoni një vendim. Kartat tregojnë se vjen një moment kur do të lini mënjan atë impulsin fillestar dhe do të kërkoni një rrugë më të sigurt dhe më të pjekur. Në fund të muajit gusht, karta me 7 shpatat nënkupton se ju do të vendosni të veproni me më shumë strategji dhe maturi. Dhe nuk do t'i zbuloni planet tuaja. Pra duket se pasi të bindeni për zgjedhjen që keni bërë në fillim të muajit, më pas mund të preferoni të ecni përpara me maturi, pra duke shmangur debatet ose përballjet e panevojshme. Në tërësi, muaji gusht mund t'ju kërkoj të merrni një vendim të rëndësishëm, duke balancuar impulsin me mençurinë. Kartat tregojnë se jo çdo hap duhet bërë me nxitim. Dhe gjithashtu, mos bëni tellallin kur merrni vendime, sepse jetojmë në një kohë që ndonjëherë nuk të duan as prindrit apo edhe anasjelltas. Kartat këshillojnë të veproni sipas parimeve tuaja, por gjithashtu të ruani për vete atë që ende ka nevojë të piqet. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 2 shpatat, 8 monedhat, 7 monedhat, 5 monedhat. Në familje, muaji gusht mund të nisë me një situatë që kërkon kohë për të kuptuar ose
ose një vendim që nuk është ende i lehtë për t'u marrë. Dy shpatat tregon se disa çështje mund të mbeten pezull përkohësisht. Në këtë kombinim kartash në sferën e familjes, dy shpatat flet më tepër për heshtjen përpara veprimit sesa për pavendosmëri. Më pas, 8 monedhat tregon për kushtim dhe përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet ose për të zgjidhur një çështje që kërkon durim dhe punë të vazhdueshme. Ndërsa me kartën 7 monedhat, duket sikur jeni në një fazë ku mund të kuptoni se disa ndryshime kanë nevojë për kohë. Unë do të thoja se pasi të bëni përpjekjet tuaja për të përmirësuar këtë situatën familjare, mund të vijë një periudhë reflektimi me kartën 7 monedhat, ku do të prisni të shihni nëse ato përpjekjet që bët ose që keni bërë do të japin frytet e dëshiruara apo jo. Më pas, 5 monedhat në fund të muajit gusht nënkupton se për disa nga ju mund të mbetet ndjesia e një distance emocionale, sikur ndiheni të pambështetur ose të pambështetura, ose të pakuptuar ose të pakuptuara, ose sikur ka probleme financiare për disa nga ju. Karta tregon se durimi juaj mund të mos sjellë menjëherë rezultatin e dëshiruar, duke lënë përkohësisht një ndjenjë boshllëku që kërkon vëmendjen tuaj. Në tërësi, edhe pse disa çështje familjare mund të kërkojnë më shumë kohë dhe durim, përkushtimi dhe komunikimi mund të ndihmojnë që situatat të mos përjetohen vetëm. Kartat këshillojnë të mos lejoni që heshtja të krijojë distancë aty ku nevojitet komunikimi. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 8 shkopinjt, 8 shpatat, 10 shkopinjt, faqa e kupave. Në dashuri, muaji gusht mund të nisë me zhvillime të shpejta. 8 shkopinjt tregon se komunikimi, takimet ose ngjarjet mund të marrin ritëm duke krijuar atë ndjesinë se situatat po lëvizin më shpejt nga sa e prisnit. Megjithatë, menjëherë pas kësaj shfaqen 8 shpatat, duke treguar se edhe pse gjërat ecin përpara, mund të lindin dyshime, pasiguri, ose mund të lindë ajo ndjesia se nuk po dini si të veproni. Kjo kartë zakonisht thot se pengesa më e madhe mund të mos vijë nga rrethanat, por nga skenarët imagjinar që vizualizoni ju. Më pas, rreth javës së tretë të muajit gusht, 10 shkopinjt tregon se pesha emocionale mund të bëhet më e madhe. Duket se ajo që në fillim të muajit lëviz me shpejtësi, mund të kërkojë më shumë energji emocionale nga sa prisnit, duke ju lënë me ndjesinë se po mbani mbi supe gjithë peshën e situatës. Unë do të thoja se emocionet e pambyllura dhe mendimet e tepërta mund ta bëjnë situatën gjithnjë e më të lodhshme, derisa të ndjeni nevojën ta çlironi atë barr. Në fund të muajit gusht, faqa e kupave sjell një frymë më të butë. Mund të vijë një bisede sinqertë, një gest pajtimi nga ana juaj ose nga ana e dikujt tjetër, ose nga ana e personit tuaj. Pra mund të vijë një shprehje ndjenjash
ose një mënyrë e re për ta parë situatën. Pra, pasi situata bëhet emocionalisht e rëndë, mund të vijë një moment ku një bisede sinqert nga ana juaj, ose një gest i ngrohtë, ose shprehja e ndjenjave ndihmon në zbutjen e atij tensioni. Në tërësi, muaj mund të nisë me vrull, të kaloj nëpër pasiguri dhe lodhje emocionale, por të përfundoj me më shumë ndjeshmëri dhe gatishmëri për dialog. Kartat këshillojnë të mos lejoni që frika ose mbi ngarkesa t'ju pengojnë të shprehni atë që ndjeni. Kalojmë tek puna. Në punë kemi shtatshkopin të mbreti I monedhave, djalli, dy monedhat. Në aspektin profesional, muaji gusht mund t'ju kërkojë që në fillim të mbroni pozicionin, të mbroni idetë ose rezultatet për të cilat keni punuar. Pra, shtatshkopint nënkupton se mund të ndjeni nevojën të këmbgulni më shumë për të mos humbur atë që keni fituar. Më pas, mbreti I monedhave sugjeron se kjo këmbgulje mund të fillojë të japë më shumë siguri dhe stabilitet, duke ju bërë të ndiheni më të sigurt ose më të sigurta në aftësitë dhe vendimet tuaja. Megjithatë, pikërisht kur situata duket se po forcohet, djalli mund të sjellë tundime, presione ose interesa që rrezikojnë t'ju largojnë nga drejtimi që keni ndërtuar me mund dhe sakrificë. Në fund të muajit gusht, karta me dy monedhat tregon se do t'ju duhet të gjeni një ekuilibër mes përgjegjësive, financave ose dy mundësive që mund të shfaqen njëkohësisht. Për disa nga ju, muaji gusht mund të kërkojë të balanconi ambicjen me qetësinë në mënyrë që as fitimi dhe as presioni të mos marrin kontroll mbi zgjedhjet tuaja. Në tërësi, kartat tregojnë se këmbgulja mund t'ju ndihmojë të ndërtoni më shumë siguri profesionale. Por unë do të thoja se edhe ruajtja e ekuilibrit do t'jetë çelësi për të mos u konsumuar nga presioni ose tundimet. Kartat këshillojnë të mos sakrifikoni ekuilibrin tuaj për një fitim afatshkurtër. Sfida e muajit për ju është karta pushime. Kjo kartë nuk nënkupton vetëm pushime ose udhëtime. Për disa nga ju, sfida e muajit mund të jetë të gjeni kohë për të pushuar dhe për të shkëputur nga ritmi I ngarkuar. Për të tjerët, kjo kartë mund të sugjerojë se një udhëtim ose një largim I përkohshëm mund të mos zhvillohet ashtu siç e kishit planifikuar, duke kërkuar nga ju më shumë fleksibilitet dhe përshtatje. Bekimi I muajit për ju është karta komunikoni. Bekimi I muajit qëndron tek komunikimi. Karta tregon se një bisede sinqert, një sqarim ose shprehja e hapur e mendimeve dhe e ndjenjave mund të zhbllokojë situata që kanë mbetur pezull. Unë do të thoja se ndonjëherë fjala e duhur në momentin e duhur mund të sjellë më shumë ndryshim nga sa mendoni.